Para një jave nisën debate me qytetar për projektet e buxhetimit me pjesëmarrje. Parat tona, idetë tona prizreni ën. Edhe këtë vit, por kësaj radhe me më shumë buxhet të ndarë, më shumë lokalitete të përzgjedhura e rrjedhimisht në shumë projekte dhe në lagje e fshatra të Prizrenit. Debatet nisën me takimet e para në kuadër të projektit të buxhetimit me pjesëmarrje në fshatin Malsi e Re, lagjen Bylbyltere të qytetit dhe në lagjen Rale në Prizren, ku qytetarët patën mundësi të propozojnë dhe mbrëm të votojnë për projektin më të mirë dhe komunën e Prizrenit që e financon. Kështu mbrëm kryesuesi Antikona Bityqi dhe stafi kryetari Totaj me banorët e lagjeve të Prizrenit, Bylbyltere e Ralen votuan projektet e tyre. Ku banorët e lagjes Bylbyltere kanë pas mundësi me dhënë propozime për projektin i cili do të jetë fitues. Normal mundësi keni pas me bë disa propozime, 1, 2, 5, 6, 7, sa i keni pa ju të arsyeshme. Këtu po e shoh që javën e kaluar nga kjo lagje i keni dhënë 2 propozime. Qendër rekreative sportive edhe renovimi i nyjeve sanitare në tualete, dyer dhe dritare si dhe kulmi i shkollës Mustafa Bakiu. Qa kisha dashur ju lusë sinqerisht, na mirëkuptoni edhe neve, që nuk e njohim ne se cilin prej jush. Ju që nuk i takoni kësaj lagjeje, edhe neve, po dhe vetës edhe lagjes, mos i shkaktoni probleme, nuk keni të drejt me votu. Personalisht po i konsideroj shumë të mira. Projekti i cili fiton sot, nuk do të thotë që projekti tjetër ka me mbet anash. Na shumë shpejt kemi marrë përsëri me drejtorinë e financave me kryetarin, me i marrë edhe për projekte tjera. Se qysh është ky projekt, besoj që javën e kaluar ju kanë tregu, ky është një projekt ekstra për këtë lagjen. Projekte tjera, cili do që nuk realizohet sot, ka me pas mundësi me hy në buxhetin e rregullt të komunës së Prizrenit. Mbrëm buxhetimi me pjesëmarrje, banorët e lagjes Bylbyltere votuan për projektin ndërtimi i qendrës rekreative sportive, ndërsa në lagjen Ralen u votua projekti vendosja e pusetave në rrugën Kurilla. Këto projekte që u propozuan dhe u votuan nga vetë qytetarët do të financohen nga komuna e Prizrenit. E këtë vit do të ketë edhe shumë projekte të tjera nga ky buxhetim. Një takim publik i cili ka të bëjë me një projekt ku në takimin e kaluar i kemi dhënë dhe ju vetë propozime. Tash kemi kalu në një proces tjetër, ku sot e kemi procesin e votimit. Projektet të cilat i keni propozuar janë 4. Renovimi i parkut të Marashit, vendosja e pusetave në rrugën Kurilla, vendosja e sinjalistikës në rrugën Ralina te Trekëndshi dhe kabineti i kibernetikës në shkollën Motra Qeliozi. Pra, si që ceka, tani jemi në fazën e votimit. Gjente ma me prioritet, edhe që ka një përfshirje sa më të madhe të banorëve. Dhe vendosja sinjalistikës, dhe merë në vend parkit nuk mundet me shku. Sinjalistika apo seta na mujmi përfshirje dhe me një projekt të bëhet buxhetimi. Apo tan? Gjithë që janë publike të lësha ma amon dhe ma shkur. Parcela ma shkur për shtop. Dhe bjerë krejt. Të 12 vota që kemi votuar janë për numrin 2. Domethënë është vendosja poseta në rrugën Kurilla. Po nëse që kjo për shembull, për marrë hipotetikisht, është 20.000 euro si kosto. Domethënë 90.000 euro në farforme për hubni për këtij projekti. Tamam. Unë kam përgatitur buxhetin tash, nëse është e mundshme, sepse të lësha është se na kontrata për sinjalizim të rrugës e kemi kontratë ekzistuese. Që me kërkes, muj me qurën të mishë më është gabimi. Renovimi i parkit, dikush atë ditë këtu ka thënë që renovimi i parkit ka filluar. Unë nuk e dija ka kontrata, s'ka kontrata. Po gati në përfundim. E thashtë të më thënë, nëse që ta në janë e përshtyllëve, nuk muj me lidhë bashkë, atëherë dhe më thënë shkallë vetë që këtë projekt pa marrë për asysh për kostës që kushta. Nëse janë të vazhdu. Sepse, për sinjalistik, për shembull, ose për shëndzim horizontale ose vertikale, ose tabela ose në tokë, na kemi kontratës që në lidhë kontratë 2 për të njëjtën punë. 9 vota, kurse shkolla 40 vota, të pavlefshme janë 2 vota. Urime për projektin